Përshëndetje sot levrek në tigan. Thjesht dhe shishëm, e shoqërua me sallatra të ndryshme, lakër kale me sheg, finok, lakër të bardhë me karota, domate të freskëta, ullin, djathë të bardhë, qeptropea, domate turshi, një gotë verë dhe u kënaqëm. Dje, si ditë shtune në markat, bleva gjithsej 2 levrek, i pastroj zonja aty ku i bleva dhe i kisha gati për sot. I luaj me miell mirë nga 2 anët në një tigan që nuk ngjit gjalpë dhe vaj ulliri, i skuqi mirë nga 2 anët, i hedhim pak krip, e shuajmë me një gotë verë të bardhë, videon që patëm fillim, mbasi avullon vera, i hedhim lëngun e një limoni, e spërkasim me majdanos të freskët, e vendosim në një pjatë, disa feta limoni, e hedhim yndyrën e vetë sipër, e spërkasim me majdanos të freskët dhe i kemi gati për ta konsumuar. Kur thot Eli, qa ta hash me sy. Pak focaccia të thekur edhe flet puna vetë. Ju përshëndes, ciao ciao!